Përshëndetje nga unë Dajm Lala dhe misër në podcastin tim. Kam denjën dhe kënaqësinë ta kem mikun tim, kolegun tim me një zë brillant, i cili na vjen mysafir nga Maqedonia. Posaçërisht prej Gostivarit. Ma mirë s'po ja them emrin, dëgjoni zonën e tij. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty kam drujen. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty kam drujen. Shkon rruga ku të qon, mos i takim të vënion. Dëgjon zemra qka të thot, nuk e do bin nga njerës që dërdin lot. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty i kam drujen. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty i kam drujen. DJ Raho! Bravo! Sot a nesër e kupton se dashnin e vjetër se haron. Ndoshta e krejt mu më haron, ndoshta një dit prap mu më kërkon. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty i kam drujen. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty Dajm i kam drujen. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty i kam drujen. Nëse pëllohesh e di ku kam bel, nëse s'jalla ty kam drujen. Ne kështu po e nisim me full energji. Fikret Dauti, mirë se erdhe dhe knasimet pas. Falënderit shumë, mirë se u gjeta. Përgëzoj për programin, të uroj shumë suksese dhe më lejo ta përgëzoj edhe ta përshëndes maestron Rahmanin. Ka kohë që se ka pa, po falënderit që më ke thirr ta shohët edhe këta. Fikret, faleminderit që je pjesë e podcastit tim. Shumë falënderit. Falenderoj nga zemra që jall prej Maqedonisë, prej Gostivarit direkt në Prishtinë. Edhe shfrytëzoj rastin t'i përshëndesim vëllezërit tonë nga Maqedonia, i cili unë jam një ston jetën jonë, po shumë kolegët e mi. Falënderit shumë, ama pekit viti s'keni me punu. Rregull po bra. Punojmë çashtu. Fikret. Ton këtë zo. Brillant. Është dhunti e Zotit apo e ushtron shumë? Mas pari falenderoj Zotin për gjithçka, për shnetën që e jep. Na jemi shumë falenderues edhe mirënjohës sepse jemi shumë dallum
nga çështja e aspektit vokalit, edhe normalisht eksperjenca e bën të veten, koha e bën të veten edhe normalisht që ka pak ushtrojmë edhe punojmë. S'kemi kohë me ushtru se punojmë shumë. Kështu që ushtrimet i bëjmë brenda punës. Bravo, më vjen shumë mirë. Faleminderit. Fikret, a paragjikohesh për muzikën që e bën ti? Po. Po. Jo veç ti, edhe unë edhe plot kolegë tonë. Po, krejt, po. Edhe që thush aty që të paragjikojnë? Unë ju them që njerëzit s'është mirë me i paragjiku në pamje, por derisa nuk i njeh, sepse ka njerëz që kur paragjikojnë, masanej kur e kuptojnë realitetin bëhen shumë, pendohen shumë për njerëzit që i kanë paragjiku pa dije. Aman ju falet. S'ka lidhje, se këtë jemi njerëz gabojmë. Normalisht. E knasimet pas, u knasha. Shumë faleminderit. Sa po me një energji shumë të madhe nisëm. Respekt, shumë faleminderit edhe unë gëzom që të shoh se ka kohë që se mi pa jemi në gjuna për telefon. E vërtet, shumë mirë. Unë deshta me të falenderu publikisht, sepse Fikreti më kanë thirrë ja 4-5 vet për dasëm, edhe Fikreti ja ka dhënë numrin tem. Edhe kur më kanë thirrë dasmort, i kom godit dasmat plus, masi që kom ditë Fikreti prapë më ka thirrë në telefon, më ka thonë dajmë, abone, se është dasë mirë, shko, të falenderoj shumë nga zemra. Ani, falenderit shumë, ama në atë përqindjen tem, e du. Ja ka thonë Ramonit as. Okej, në rregull jemi. Ramoni jam në rregull. Do thotë që jeni të njëjtit vend, a? Po. Që ato, bravo. Do thonë dy me një poshtynja. Po, gjithë. Shaban. Hajde këtu. Unë gjithë kam respekt për gjithë kolegët edhe me thënë drejtën unë në Kosovë nuk e një veten si i huj, sepse jemi shumë e një veten shumë të afërt edhe unë s'kam problem mas një kolegë dhe për ndryshe se duhet i përkrahi shumë kolegët. Me thënë drejtën edhe mos me fol me kolegët, mos me pas mohabet se për keq kuptimet, unë apet ja jap numrin sepse ai dikun tjetër do ta marr. Ma mirë të ngele një fjalë mirë thosë e kam marrë për Fikretit. Vërtet, e dëshmova unë ato. Tjetë falenderoj, se kam prisë do ta thush se s'kam merak me bë publike sa në privat. S'ka lidhje. Respekt. Jam mirë njohës. Është një sen që ka ndodhur për një madhe, të falenderoj për këtë sen. Nuk ka që ke bota është diçka vov, hajde ja. Jo, i ke marrë 20-30 mijë. Jo më shfat, jo më shuj. Fikret, një këngëtar që kënon mirë, a varet prej vokalit apo prej teknikës? Shif, janë dy sene edhe janë dy rrugë. Një këngëtar që këndon mirë është dhunti e Zotit, talenti. E tani atë pjesën tjetër e shton vetaj. Po ti si këngëtar, si e vlerëson një këngëtar ku të kënon ai? Mbas vokalit që ka, po mbas teknikës që përdor ose mbas teknikës. Okej. Mbas teknikës ka këngëtar për shembull që vokalisht nuk janë shumë të mirë, po kanë teknikë të mirë shumë. Çfarë do të thotë fjalë për ti këngëtar i mirë? A duhet me kënu patjetër në alt apo këngëtar i mirë është me u theksu kur mos me bërtit, me u theksu me pas ritmin e mirë, rrymën e mirë, me qenë i ëmbël, mos me ta prish veshin, do me thonë thjesht kur tangojsh ta kesh nasin tangojsh. E jo me ta prish veshin, mos me hek me një herë se thush a shumë vërtet ki. Ta ves ta këshirë është i sinqert. E unë ata prish i veshin, ata qaj kryt. Ka një herë po, se jo ti që e bon me dije, po është vija melodike që ashtu që detiron me bërtit në altë. Ama nuk ma ktheve përgjigjen. Ata qaj kryt, ata qaj veshin. Jas nuk hi ati. Se po kush është Fikret, s'kine dhe nuk kush shpreu. Ose ja thush dikuna tjetër, ma mirë thuma mu në visën temin. Atë vlerësoj unë, nuk vlerësoj pak rëndësi ka. Kresorja ti vlerësojnë që ato 200-300 mijë shqiptarë që i ke. Bolle ke. Pak rëndësi ka vlerësoj. Jo, ja dhejtë që aty në mahol tem edhe roha. Për mu është me rëndësi që je njeri mirë. Faleminderit shumë. A je këngëtar i mirë, as je këngëtar i mirë e ke për vete. Faleminderit shumë. Për mu s'mihin, edhe me konë ma i dobët ma mirë se nuk bën konkurent, ama... Ti edhe më gjumë kunë që ale me kato, ale vërse se janë nëse Fikret. Fikret, sa përqind është në një zo suksesi edhe sa përqind është fati? Unë mendoj se tash në kohën e tashmit 70% ka rol të madh fati edhe 30% suksesi. Për fat keq që ashtu është ka ardhur muzika dhe por ne këngëtarët normalisht është mirë, po me thënë drejtën i nënçmojmë ato këngëtarët që janë të mirë shumë, sepse ka shumë këngëtarë të mirë që këngënojnë bukur edhe nuk e kanë hapësirën, për shembull nuk i jepet shumë hapësirë për me dominu jashtë. Edhe kjo është pak nuk është reale, po është për shembull, po. Tani hinë edhe pjesa tjetër se më varet se i Zotit ta menaxhosh vetë. Vërtet. Po. Nëse je i aftë, se ka shumë këngëtarë të mirë, për shembull, shumë më të mirë se unë, se ti, si glot është, si krejt. Po s'din ta menaxhojnë veten. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet.
ose po ju rritet mendja, bojnë një këngë, edhe masanej devijojnë, shkojnë në rrugë që s'duhet. Ajo s'është shif, për me mriti çka duhet, mundet ta kesh fatin për një orë. Vetëm se për me mbajt Me vite, është shumë problem. duhet Patëm që të mohabet parë. është shumë problem. Po ty Fikret, atë ka prej fati apo talenti? Unë e di për publikun. Për punën e parë kam pas talentin, Patjetër që po. më pastaj pak më vonë kam pas edhe fatin deri sa I kam njoftu njerëzit e mirë si puna jote. Faleminderit Po shumë. shif, pa rreth të mirë nuk zgjerohet asgjë. Se Ramanin do ta lodhim pak Ramanin sot. S'ka lidhje. Ramani Joni është. Asgjë s'kemi marrë me veti. Jo, Veç vrepa të mira. jo kur gjë. Fikret, cili është këngëtari që ti thue ka një zo perfekt dhe kjo është, për thëmë në gjuhën popullore, balla. E di pas me, atin. Kamu. Ke hi në tripat e kolegëve tu mos. Në gjë. Ka shumë këngëtar të mirë. Në jamën pedu pa tjetër. Ka shumë këngëtar të mirë. Unë edhe pse nuk është në këtë rrym ai njeri, po unë e vlerësoj shumë edhe ti, sidomos besoj se çmon edhe vlerëson shumë. Edhe mund ta them se vokal edhe talent edhe ëmbëlsinën e atij se ka askërkush, edhe nuk besoj se do të vijë dikush, është Adem Ramadani. E vërtet, pajtohem me ty. Jashtë na njohëm edhe privatisht shumë, që është një djalë Flori, po besoj se zonin aty edhe bile e kam taku tash shpejt, jemi taku me një darsëm, I thash tu plak, tu bo më I mirë. Si vena kuqe. Tha se di, nuk është shumë vije mirë kjo, thash ja hajtë se mirje. Mendoj se është unik edhe është I veçantë. Edhe besoj se nuk do të ketë, është I pa imitueshëm thot. Tash unë foli në pjesën e vokalit, nuk foli si person si shikojnë çështjen personale. Vokalisht besoj se nuk do të jemi rrit me këngët e tjera. Po, atë thot, atë edhe mos e pranu, dikush e thot me vendën e vet se hala sot e kësaj dite janë është tu këndu repertuari I tina. Kështu që s'mund ta mohësh një gjë që është realitet. Pajtona me ty Fikret. Po pajtosh, mos e pajtosh lera. Pajtona mira është, e mira. Pajtona me ty, është e vërtet. Është mendimi jam edhe yti, tjerë kanë tjera mendime tash ti. Unë është mindal. Ja. Fikret, edhe ka shumë këngëtar tjerë. Mos I ka shumë të mirë. Unë fola për ty. Pyetja ke për ty. Po, si Fikret. Se më pyet për shembull mua kush më ka dhënë më shumë janë tjera rimas ai. Po tash më pyet Ramanin thot Daimi se këtë dasnë me muj. Po marrësh, kjo është realiteti është. E vërtetë është. Fikret, ti je I Gostivarit apo? I rrethinës Gostivarit, po e them Gostivarin se Gostivarin e njihni më shumë. Po na thuj vendin ton. Jam bash I katunit I Toplicës dhe nëse më jep qasin ti përshëndes këtë bash vendasit e mi edhe këtë pologun edhe si që janë I Spen nërë edhe deri në Kumanofa që këtë. Apo na kënon do kongë të vendit ton. Po mas I ka marrë thu, po mëre? Me shumë knasi, faleminderit shumë, s'kena për ty. Faleminderit. Moje mëra e Gostivarit, jesi luli asharit. Moje mëra e Gostivarit, jesi luli asharit. Që qëllë pranver, bushu plot mer. Që qëllë pranver, bushu plot mer. Hajde ra! Moje mëra e të toa si e t'ka shamia. Moje mëra e të toa si e t'ka shamia. Faqe tua si të zim, të mla si qërëshia. Faqe tua si të zim, të mla si qërëshia. Hajde Gostivari, hajde!
që bukur ti që mje, si lunjan saksim. që bukur ti që mje, si lunjan saksim. As mi fal ti moje dashura ta si të zim. As mi fal ti moje dashura ta si të zim. Seni sultan fani se qëroemam. Seni sultan fani se qëroemam. Vetën sultan fani se shumë toemam. Vetën sultan fani se shumë toemam. Seni sultan fani se qëroemam. Seni sultan fani se qëroemam. Vetën sultan fani se shumë toemam. Vetën sultan fani se shumë toemam. Bravo be Fikret, pasha zotën e kallet, kënov zemra. Faleminderit shumë, respekt. Edhe? Pse i kënove mirë konta, veç që janë në vendin tëna? Po për që ta më këthirëve, Allah mi kënu. Po unë që ata di mi kënu mirë, sa të tjera. Ja, vëse të kresh gjandën të kënon mirë, po tash po bosh pelun atë rolin e keshëm unë i pafajshëm. Ja, une jam i njofësët për pjesën e pologër, për ato kam. Për Tani këtë për je tjera, qka të dalën? Ja, këtë kong të kënon mirë, pafsha lartë e ma lartë. Faleminderit shumë, respekt. Bashki, inshallah. Amin, inshallah. Fikret, cili është kolegu yt që të ka ndihmu me hinë në industrinë e muzikës? Apo shok, apo vlla, apo këtë që ka? Unë në fillimet e mija, kur ja kam nis, dhe faleminderit shumë që ma këtë po këtë pyetje, du ta falenderoj një kolegun tem që jam rrit me ta, Ramani e njef, Halil Bilalin. E përshëndesim shumë. Është edhe i njofshët për këngën Sonde dua me upi, që është ka një mega hit në vitet, tash nuk kujtohet, po mendoj se vitet 93, 94 që atëherë. Po. Edhe a kanë ai që fillim ka insistu, do me thonë bajke gjithmonë nga të vetës, ka njerë i iksha pej dasmë, se isha shumë i ri, 14 vjeçar, 13 vjeçar, edhe sune bajsha, do me thonë vike shumë çudi kur isha njerëzin, mendojsha se ketë janë të më këshyrë mu, më pastaj insiston dhe gjithmonë edhe e kam pas një krah, edhe sot e kësaj dite, ala vazhdoj ta kem, edhe pse çdo kush jemi të punu për vetën e vetë, po na jemi të një vendit, një katunit jemi, jetojmë që aty dhe shihemi çdo ditë edhe gjithmonë jam mundu t'i vjedh ato pjesët më të mira që është dasht me i vjedh. Edhe jam shumë mirënjohës se gjithmonë duhet është dikush që bëhet sebeb si thonë të na. Dhe më thonë një lidh me ta si vllau. Po. Unë në aspekt punës po, sepse kam pas është kanë pak i rept në punë. Sepse kur gabojsha, gjithmonë thëke, mos e ban kështu, mos e ban ashtu,
Po, kryesorja ajo ndoshta me thonë ajo nervoza aty më ka detyruar dhe gjithmonë mundohesha t'i bëj senet mas miri. Bravo. Faleminderit. Bravo që s'pja hub. Jo, kur, asnjëherë sepse njeri duhet me kanë mirë njohës. Mos me njohja është sens, ndoshta unë jetës nuk i dyet edhe nuk e uroj atë kur, nesër për shembull si dihet jetës, po unë për atë pjesë që jam kam punu 2-13 vite me ta, bashkë kemi punu, kemi qenë një orkestër e kemi pas, ma pastaj unë kam vazhdu punën tema, e ka vazhdu të veten, po gjithsesi unë jam mirënjohës ta njëtën aty. E kemi gjithë, ka një kolegë që të qemi të lidhë, nesë unë i kam 2. Po ti? Unë jam i lidhë. Po ti? Unë jam i lidhë me Valton Krasniqin edhe me Flora Gashin. Me Flora Gashin unë shumë i lidhë, qaq familja Florës, që përshëndesim shumë, është një këngëtare shumë e madhe. E përshëndes, edhe desha ta përshëndes edhe Valtoni, se nuk e kam pas, nuk e kam taku kur, po unë Valtoni e kam gu shumë përpara. E kam gu se Unë jam i lidhë familjarisht, më thonë me dytë, edhe me Valtonin, edhe me Florën. Me Florën qaq që jam i lidhë që fëmija e Florës më thonë ndaj. Edhe kur burri Florës insani më thirr telefon thot kemi për këtë do çështja po e përshmim thon bën çka dush edhe Smira më atë mund që e di që bën njëjtë si për Florën si për mua. Kështu që e përshëndesim edhe Valton Krasniqin edhe Flora Gashin. Respekt. Janë të dy këngëtarë të mirë, të stradës mirë, po edhe janë insan. Na i përshëndesim gjithë kolegët se s'kemi kur gjo jashtë as kërkuina, po normalisht gjithmonë është ndonjë dikush që ta vitesh me dikon më shumë. Që ta nxjerr, e vërtet. Më thon, tek në rrugën e tina. Edhe duhet njëri me kanë mirënjohës, mos me hub. E vërtet. Mos me hub, sepse mos mirënjohja s'është sa një mirë. Nuk është sa një mirë. Fikret, po kthena pak te familja jote. Okej. Mos hin shumë fellë, unë atë pjesë e kam kështu merak shumë edhe mos hin shumë fellë se s'uni përballoj do sene. I di që je shumë djalë i mirë, je shumë djalë i moral, shumë je njëri familjar shumë dhe di që je lidh shumë me çikën e madhe. Po çika e madhe tashti vajzat kur rriten çdo kush e ka dashninë e vet. E vërtet. Vajza e madhe është gëzimi i parë normalisht. E kam djalin përpara. Tani kam edhe një çik më të vogël, 6 vjeçare. Ti kesh me jetë gjatë. Faleminderit shumë edhe ti inshallah bashkë. Amin inshallah. Të bofshin 100. Amin inshallah. Edhe unë nuk ta kam përmend përpara këto, po veç desha me ta përmend pak ti mos u lazno shumë te kolegët e tu sepse e ke djalin super talent. E vërtet. Që unë e du shumë atë djalë, s'kam pas fatin ta takoj, po inshallah do ta takojmë edhe një herë. Faleminderit shumë. Ai djalë ka një talent jashtëzakonshëm, edhe e kam dëgjuar shumë, e shoh se mund ta them kështu pa ofendime se që është më mirë se unë, mos e lëso. Po, mirë që pas e kuptoj. Okej, ma ka thonë krejt. Okej, rregull. Është një djalë super talent. Edhe inshallah të mrije lart e sa më lart. Inshallah. Fikret, unë kam një surprizë për ty. Okej. Kisha pas qefti me këqyr në televizor. Okej. Babi im i dashur, jam bia jote dhe deshta me të falemnderu për çdo sent që e bën për ne. Për çdo sakrificë, për çdo lodhje, për çdo ditë që punon vetëm që neve mos me na mungu asgjë. E di që muzika është jeta jote, e di që udhëtimet janë pjesë e rrugës tënde, por zemra ime të kërkon çdo ditë pranë. Sa herë largohesh, shtëpia bëhet më e qetë, ditët më të gjata, më mungon zëri yt, përqafimi yt dhe momentet tona bashk. Jam krenare që të kam babë dhe që të duan ka shumë njerëz, por për mua je thjesht babi im. Të dua shumë dhe mezi pres çdo herë kur kthehesh, sepse atëherë zemra ime bëhet e plot prapë. Faleminderit shumë. Familja është i gjithë imuniteti i çdo kujt, sepse njeri jeton, punon, vepron për të lënë diçka pas, për t'i pa fëmijët e vet, familjen vet. Edhe unë në kohën kur kanë qenë pak më të vegjël, ta jam kanë më shumë jashtë, siç e dinë edhe vet se jenë në rrugë dhe nuk kam pas shumë kohë të përkushtohem atyne. E tash e shoh se çdo herë kur dal për shembull na rrim shumë pak jashtë. Rrim ka një ditë edhe kthehen, po
e shoh se çdo herë vajzat sidomos janë shumë të lidhta mbas babas vet. Edhe krejt dashurinë janë të vetmit njerëz që ta japën krejt dashurinë pa interes. Më thon vajzat që janë xhenet i kësaj bote dhe i botës tjetër. Çka më thon më shumë? Më vjen mirë që emocionove. Po na për çata jetojmë Allah, edhe na emocionohemi, edhe na kemi shpirt, edhe na kemi jetë, edhe na kemi punojmë për dikant, sepse nuk kemi këtë ashtu si duket, na dikush na paragjikon për shembull për mendje madhësi, për arrogancë, për inoni, po nuk jemi ashtu. Kanjëherë na distancon puna për njerëzve, sepse do dala për të pjë që parë njerëzit kanjëherë mirësinë ta marrën për mos respekt, ta marrën për dobësi, për frikë, ti e respekton dikant, ai mendon se ja ke frikën ose diçka tjetër. Dëgjoj, respekti s'ka vlerë që e pagun. Ti mundesh me kanë shumë këngëtar i mirë, po derisa nuk ke karakter, derisa nuk mbahesh mirë me njerëzit, derisa mendon se je dikush që unë edhe tjetër s'ka, është gabim i madh dhe për fat keq mund ta them me shumë bindje këto se shumica e këngëtarëve që janë kanë, unë i njoh shumë i njoh këngëtarë i njoh që janë kanë ashtu mendje mëdhej, janë kanë ka menduar se kush është ky, më fal se nuk se di s'kam një kur. Sot vllavi jem thirrin telefon thot ama çon ai darsën. Diçka, ose pa bojnë 100.000 dallavere të zeza për t'i bo ato atë shpirt prishtin që e ka atë vet, që u bëje dom tjerëve, përfitoje vet. Është për gjëna. Është vetëm vetes i bën keq. Edhe kur s'u deportojnë ato njerëz, kur harroje që deportojnë ato njerëz. Fikrat ti ke lënë ndokë Zvicrën apo Italinë, ke lënë për familjen dhe e kthy Italinë, po. Italinë. Po, Italinë kam jetuar në Itali afër 14 vite. Edhe më pastaj u detirova, sepse nuk mundesh aty punë, se edhe ti e ke lënë Zvicrën, si e më i lamë se unë, Jo. edhe po më vjen mirë që ajo pjesa ku je ti folet italisht dhe kur të shoh tash më duket se jam të Se këtu. jam në Itali. Që është në zerët, a kretë gostivarët një që shtu që në zërë një situata sa është. Bravo. Edhe e kam lënë Italinë sepse i kisha prindërit vetë në shtëpi, edhe u detirova, edhe beson që e kam bërë shumë mirë që e kam lënë. Sepse prindërit, se di, unë i kam gjallë, edhe lutem inshallah edhe 100 vjet i kem gjallë bashkë me mua që jetojnë, besom se janë mirësia e shtëpisë. Me cënë je më e lehtë me nanën apo me babën? Tashti, fëmija gjithmonë janë të lidhet ma shumë me nanën. Çe kishe thënë nanës tonë në këto momente? Unë nanës temi kisha thonë që falënderit shumë për lutjet e saj që i bën, edhe lutjet e saj janë kështu ku jam unë sot. Amin. Inshallah Zoti ja ka pranuar. Shumë falënderit. Edhe janë kur dalëm jashtë, besom se tash e shoh se ndjen mungesën më shumë. Edhe 2 ditë, 3 ditë për shembull kur rri jashtë, kur kthehem thot më ka duk se që 2 muaj që është në gurbet. Edhe mundohem sa më shkurt ti bie punës, atje për shembull një natë edhe të kthehena mos dal me shetin me sens, se besom se mlodh ajo pjesë, mlodh shpirtnisht, nuk du ta shoh për shembull për mallohet atë për mua. Ta besoj. Edhe inshallah Zoti ju jep jetë që jetojnë sa të jem gjallë do mundem ti respektojnë maksimalisht. Inshallah. Sepse ja u kemi borx ton jetën ja u kemi borx. Çka i lutet Fikretit Zotit kur është vetëm? Unë i lutem Zotit kur jam vetëm me më fal, sepse jemi gabimtar, edhe i lutem Zotit ta kem familje shëndosh, edhe me i fal, edhe me i mëshiru ato që mendojnë keq për mua. Sepse e bëjmë pa vetdije, edhe nuk ndoshta ka një herë apet ta thon njerëzit paragjikojnë për pamje, nuk e din, nuk njohën për shembull privatisht edhe masanej kur të njohën e qajnë për shembull atë kohën që kanë hup me ty e bashkë. Fikret kërkoj falje se të emocionova pak, po pata qef. Faleminderit Se shumë. na njerëz jemi. Edhe unë njeri jam, edhe unë emocionohem, çka më bë. Lutem, je shumë mirë. Fikret cilla është kënga që më kishte kënu sot në podcastin tem, që ti e don shumë. Është një këngë që është bollën mirë e pëlqyeshme, u kry. Tash mos e lavdo vetëm, më bo e pëlqyeshme ande tek ne, po kënova veç pak 2 fjalë. Nëse nuk lavdon dikush tjetër, patjetër vetë ta lavdoj vetë. Po pra, pelojë ashtu. Se ta shukri mbaroj një dashurim u kry kanë me të vralot të temi
A ban me taknu kështu tamam si duhet. Semra, s'kena për ty din sa pa. Çka Kështu dushti? s'di me mua vet. Vazhdoni, atë çona krejt. Ja, këtu ri. Rregull, vazhdoni kallni. Përshëndetje, ndoshta zonin po ma njel, e kuptova se kush jem, sa t'kallësh, e din shpirti jel, qka m'ke bati, dhe Zoti të këthen, sa t'kallësh, e din shpirti jem, qka m'ke bati, dhe Zoti të këthen, se ta shukrim, baroj një dashurin, I kanë me t'vallot të temim, era e fundit që të thiram, shumë eran të shlamu të miram, s'falet që t'rathil, sa të përjetu krim, era e fundit që të thiram, shumë eran të shlamu të miram, s'falet që t'rathil, sa të përjetu krim. Mos më thuaj se ti tash je bo pishmall, dashnin time s'po muj me ta bo halal, krejti fal, o përveç tradhtis tjera t'falen, për hatër dashnis, krejti fal, o përveç tradhtis tjera t'falen, për hatër dashnis, se ta shukrim, baroj një dashurin, I kanë me t'vrallat të temim, era e fundit që të thiram, shumë eran të shlamu të miram, s'falet që t'rathim, sa të përjetu krim, era e fundit që të thiram, shumë eran të shlamu të miram, s'falet që t'rathim. O ndreqit hungd, o moj dashni. Bravo! Ta frisha pak. Ja, hitë që ke pris veç që ke ndreq. Fikret, faleminderit shumë që je pjesë e podcastit tim. Shumë falenderit, respekt, knaqësi dhe shumë energji sot. Bravo, po më vjen mirë shumë. Inshallah nuk je lor rrugës tuar. Ja. Fikret. Ja, që kam Fikret. Kush ta kanë gjitë emrin? Vallaj se di. Mu ma kanë gjitë baba. Mu më duket se baba plak, nëse s'gaboj. Do Baba interesohem plak për i bje babgjyshja, po? Po. Se, okej. Babgjysht e na i thun diçka tjetër. Babgjysht e na i thun Baba i nusës. baba e snusës, po. Ne e thëmë babalak.
Ju, nejse, ju këndë Shqiptar, s'po mirë pes, s'po marrot. Nëse merremi vesh aty pjesë që jemi afër, lënë më ma larg ti kont. A ke menduar ndonjëherë me hek dorë prej muzikës? Ai s'deshëm me hek dorë për muzikës dikur duhet me hek. Ndëgjoj, une se vjen koha dhe hekëm dorë për muzikës. Edhe në vjet. Edhe une e kam ma ka thonë një mohabet një muzikant jem që e kam në grup, edhe përshëndes grupin tem. I përshëndesim nga zemra. Sa dhe ti njeh edhe Rahmani një. I ke shumë të mirë. Edhe janë shumë djem të mirë, ato i kam vllazni që 14 vite jemi të punu me ta bashk. Edhe njëri prej tyre më ka thonë dëgjoj. Kur ta lësh muzikën, lënë muzikën e ke nis si zotni, lënë si zotni. Mos u vën me të lënë muzika ti. Kështu që është e mira mirës njëri me mri dikun edhe kur e shef se nuk shkon më mirë lënë para kohës se sa me u turpnu. Më intereson a ke pas në moment kur ke thonë stop e lose, ndoshta prej komenteve, ndoshta prej njerëzve pa drejtësi. Kjo ishte pyetja e saktë që ndeshta ta bëj. Përpara po jo me lan jo se me lanja u kisha bë qefin atyne. Okej. Unë gjithmonë i kam sfidu. Edhe unë edhe ty bashk. Bravo. Po përpara i kam pas pak kompleks komentet, për shembull, po tash as që i lexoj bile hiç. Bravo. Dikush kështu që mbien si që ofendon. Do me thonë që ofendon ato me një herë blok e boj. Sa i ofendon. Kritika po i la, kritikat nuk i hek se kritika është mësim. Ama ato që ofendojnë, që folin fjalë që veç ka hiq aty dhe me shkruaj diçka, ato gjithmonë blok. Ta garantoj se 90% janë njerëz të familjes, ta garantoj me jetë. Ai është normale ajo. Cila është kënga që ta lypin Gostivar me kënu mas shumë ti? Na apologut kemi shumë këngë të mira. Një marbur thash, një. Sidomos njënën që kanë merak të rritë është do ta theksoj kështu tamam Gostivar që shumë e merr fallon zemalit. Hajt veç pak no kështu pa muzikë. Shumë e merr fallon zemalit me qerpej këtë zez. Shumë e merr fallon zemalit me qerpej këtë zez. Shef mos më lodh kështu se unë s'di kështu. E ke me Rahmanin këtu. Apo Ramoni hizban, a? Ja, zban. Ja, sot jemi 2-1, kështu që rregull. Nuk keni zhytën çave se mbjet dita marr Gostivar, ju ka zgjedhur në juve. Hajde, s'kena për ju. Me qërpej këzës Shumë e mirë fallon se malit Me qërpej këzës Ajna në dashnarën time Aje kam në bez Ajna në dashnarën time Aje kam në bez Si se kena besdashtarën o da jemi nalës Da ka zjetna në dashtarën si linatës Da ka zjetna në dashtarën si linatës Shumë e kam në besojna Shumë e kam në bes Shumë e kam në besojna Shumë e kam në bes
Vete zjolla, vete mora, dashore për jet. Vete zjolla, vete mora, dashore për jet. Bravo Raho. Lumë shindurt. Qka lumë shindurt? Po normali lumë shindurt. Pse të gjeni natja? Jo. A kena po mënën e qekallat, apo? Jo, dëgjo, mos kime rakë se unë e stamar Ramani. Stamar. Kur të më thot ai që di që vjen, dije që me mu është. Jo, Ramoni ka kontratë me mu, ja ku më përjetëshëm, kontratë e përjetëshëm. S'ka lidhje të na thunë parja që në ujtin për pjetë. E kuptove? A më le Ramon për pare? Ja. Bile kemi folë parë shumë privatisht, masi i këti se i vike randë folje para te, tha, si jam i knaqët ish pe daimit, maltreton shumë, mlodh shumë punë kemi. Sa të kryet emisioni i ka dhej. Sa nëse kam që datët e sezonës. Sa të kryet emisioni. Fikreta, gjikosh që kënon Tallava. Për ne dhe për Tallava në thirin ata se. Gjikon bëj pjesës që, për shembull për pjesës që nuk e dojnë Tallavan. Pse ti a gjikosh për Tallava? Po normal, krejt gjikom ato që nuk e dojnë, po nuk e din kohën e sotit, pa Tallava nuk besoj që ka atmosferë. Po, Shif jo me të pru. Në kohën e dur dhe minutazha e sakt. Po normalisht, se edhe shumë e bajaqme, dhe me thonë shumë minutazh tepër, bëhet bajat, kështu që na ka kostivari për shembull shumë pak, sidomos në për bankete kur jemi në për salla, shumë pak e preferojmë Tallavan, sinqerisht. Do me thonë 20 minuta, 15 minuta sa duhet, se kemi shumë repertuar, kemi shumë këngë. Qaq. Edhe normalisht kur vjen momenti i shoshnis, i rinis, atëherë gjysmore, 20 minuta i jepet hapësirë. Çdo sene të prume Është bajat, po normalisht është bajat, personaj Tallavaja të lodh shumë. Shumë e vërtet. Tallavaja të lodh shumë se është duhet pjellish në çast në sekond. Në çat moment. Po. A menon që dasmat e sotit po bëhet më shumë show se sa po këndohet? Valla që shemi të e pa, unë se di, unë për vetes se kam pasat knacime me bo shumë dasmë, se neve na sakatojnë, na maltretojnë shumë na për dasma. Gostivari ka dasma të ranta, jo që i ka të lezeshme, do me thonë lypim punë ato, kemi repertuar, kemi këngë, edhe s'na jetë hapsirë për me bo shumë. Po kështu në përgjësi tash, në përgjësi dasmat e sotit? Po në përgjësi po. Po thonë ma shumë show se sa këndim? Po ma shumë... A je dakord me këtë sana, po nuk je dakord? Jo, s'jam dakord. Show e ka momentin e vetë, po njeri nëse të pagun, thirë, të pagun, do me thonë dush me basë, me paskon për show e merë DJ. S'merë këngëtar live. Shumë vërtet. Me pagujt. E merë DJ-n edhe bon hopa jasha të natën që aty. Cilën këngë kishim kënu bashk edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë, edhe për Maqedoninë? Sepse jemi ne. Se di, na kemi këtë senet përbashta. Vërtet. Këngët i kemi të përbashkë, gjuhën e kemi të përbashkë, e kemi një flamur, këtë i kemi të përbashkë. Kështu që në ndanë veç larkësia, se as atë pjesën mes nuk e logarisim, as kufinë. Cilën këngë kishim mujtë me kënu bashkë për krejt? Më falë, se ti cilën këngë me kënu bashkë për krejt, nuk e ti. Po, mu është edhe ti me dhona ideja, për shembull. A pe marrëm një këngë të vjetër shumë? Cilën, për shembull? U inspirova prej lotëve që dolëm për surprizën që ta bona, që më ka syni që më lëton. A mu më shmeknua? Po provojmë atë, më ndresh roha në studio, se kam problem. Se ka problem. Pa tjetër. Tash unë e dyshoj që roha kur ti ndesh këngë ta, po kupton? Ty ka ti ndresh, ta mirë bu pa keq. Ja, zbesoj. Sidomos ke kjo pjesë në mapë mu pak ma shumë për parësi, se tani... E ka ndalun atje. Fikrata, beknojmë basë që ka syni që më lëton. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Me shumë respekt. Qam ka syni që më lëton, I qka më ka syrin që më lëton, dhim të zemrë si duron, o adhim në zemër suni l'maj, dashnuria më ka harru,
Dhe me tjetër është për qafum. Unë e zemra se ja kam fal. I tash për shkon me tjetër kan. DJ Raho! Qka me kanë syri që m'laton, o adhi më zemër s'uni baj. Qam kanë syni që m'laton, dhim të zemrës unë i ban. Dashtoria më ka haru dhe me tjetër është për qafum. Prej voqimi dashtia kam fal, tash më shkon me tjetër kan. Hajde! Qam ka syni që m'loton, dhim të zemrës si duron. Qka me kanë syri që m'laton, o andi më zemër s'uni baj. Dashtoria më ka haru dhe me tjetër është shumë. Unë e zemra se ja kam fal, tash më del me tjetër dja. Dashtoria më ka harru dhe me tjetër është për qafum. Prej voqimi dashtia kam fal, tash më shkon me tjetër kan. Lujta, babo, lujta! Bravo Raho. O mytëve të thonë bravo, Raho, asë në kompliment s'ma dha mu. Ala se ke kryu punën. Ani tha parë që t'joni du krejt kolegë, t'joni s'jam gjelos kolegë, apo shenë mu po gjelozan, fikret. Po, shif tash, me ta thonë drejten, këtu i masën punët kush... Kush e ma i mirë. Ja, të unë e gjithë mësafirët e matë mirë si unë. Shumë O kry kjo ma vetë. Ja. Kry kjo ma vetë. Ja. Sështë. Fikret, a kështë pas qef që thmit e tu ta bojnë të njëtën punë që bon ti? Jo, nuk, asë nuk kam tentu, bile asë nuk janë të kjo rrim ato, po nuk. Pse? Sepse une e di që farë maltretime që kam pas deri sa kam bri këtu, dhe nuk, une për vetën tim, dhe më thonë me ja imponu, dëshira atyre, mundën me vazhdo, po shqyqir zoti nuk janë në këtë rrim, janë ketë në botë tjetër. Edhe kështu që... Do më thonë s'kan lidhe me muzikë? Jo, absolutisht. Absolutisht. Ma mirë, rahat janë. Jo, as nuk ju foli bili do njëherë për këtë pjesë, as që kam tentu. Edhe unë shpi interesant, se unë pjesën e punës tem kur nuk e diskutoj shpi. Bravo. Kur. Veç ka njëherë për shembull kur kam nej duet, nej bashkëpunim, nej këngë,
ja u lëshoj për shembull tangon, ju pëlqen, kritikat i pranoj. Bravo. Po, ma shumë djali është pak ma kritikë. Okej. A merr vesh muzikë? Merr vesh, s'merr vesh. Bravo. E din çka është e mira, çka është e keqja. Tash ti Bravo. edhe fëmijët e din. Po. Këtë e din. Shumë të. Unë na thonë gjë për familjen tonë, se di që është shumë i lehtë. A ka një njeri që s'është i lidhur me familjen, të paktën sa njerëzit që njohin të rrethit janë gjithë familje, po familja është frymëzimi i çdo hapit që bën. Sidomos kur jeni në një profesion të pak të randum si puna jonë, se kjo është punë edhe lodhshme edhe psikikisht, edhe shpirtërisht, sa është përgjithësi e madhe, për shembull, duhet të ruhesh, mos smuhesh, mos kesh problem me fytin, ti din që në rruhena unë për vetes nuk ma ban, për shembull, vetja të pi ndonjëherë të ftoft, as nuk e shoh bile. Unë do të them verë, dimën e kam unë çdo herë të ambientit, po familja është e shejtë. Familja është e shejtë edhe kur e ke familjen e hajrit, fëmijët e hajrit, besoj se e ke arrit suksesin pa dyshim. Jo që punon që ke sukses në punë, po boll ti jesh i kënaqur. Razin familje të kesh. Se dikush nuk ka për shembull as profesionat, punon thjesht një punë që e punon tan ditën, edhe është i lumtur sepse është mirë me familjen. Unë mund të bëhem shumë i mirë me ty, sa dush, po nëse s'jam në shtëpi teme mirë, kot mund të më thush më fal, po si e për vete, dihesh për mua ç'kam vjen mua, s'm duhesh. Kështu që besoj që familja është e shejtë edhe është frymëzim për çdo hap të karrierës që bën. Jam dakord me ty. Zoti të arrujt dhe njefsha vesh mirë për ty. Shumë falënderit gjithashtu edhe për ty. A të ka ndodhur ndosëm në koleg më shty me ty? Para se me ta kallëzu këtë, po me ty jemi taku një diherë Zvicër, që je mundu boll, po s'ta ka qit. Ja. Shkush të dosur kjo mashtrim, se tash kallëzoj, tash ke më shty me mu, freestyle tallava. Tash kallëzoj se deri tash klash, tash pak shprehna edhe unë. E kam kur ta më dha me hup. Zotë të natë. Ja do të fitoj sigurt. Vetë kur ma përmendë këtë punën e dasmës, më kujtu diçka para një 2-3 javë kesh në Gjermani në dasmë. Është një histori shumë fori e mirë është. Edhe ishin ato dasmor të Kërçovës edhe më thirrën për dasmë me bën në Gjermani, dasmë në rregull. Ti bie më shkurt erdha i djalit marr në aeroport aty edhe tha Fikret e kemi tha dasmën, ma tregoj pak si e kanë atë pjesën e vet. Okej, edhe unë i thash sa veta i kije? Tha 25. Edhe tu kujtu me vetë, në thash qysh be ki për 25 vetë më ka thirrë mua se kishte marrë edhe një grup goxha të mirë, më thonë Kostos. Po. Tu mendu unë 25, nuk e ngusa kur gjanë njerëz se thash ndoshta ka pas ndaj keq kuptim ose ku ta di. Vetë me vetë atë desha ti më thon kthema 5 në aeroport se du me shku në shtëpi se 25 vet. E tani tu vazhdo edhe pak desha me dal aty se isha shumë kurioz. Thash po sa të ka kushtu restorani? E përmendën një cifër ai vetën që e kishte ngela, po thash sa vete e ki, tha 500. Po thash 25, tha, edhe tha mendova se më ke pyet për vitet sa vite. Edhe kemi kalu shumë mirë atje, përshëndes familjen nga Kërçova. E tash djali mirë nëse don me umat, bërëm. Unë e di që kam hup se një 2-1. Këto e di, këto sigurt. Ja, ndëgjoj. lidhje. Ne ju japëm gjithmonë përparësi atje që janë tek. Ja, kështu është edhe për pasi shpitame. Ja, s'ka lidhje. Ma e keqja është kur hub në shpitande. Mos hara. Sonde kam vendos me hup, se kjo arë koqa lërë dhe kam qefti me fitu. Ja, ti gjithmonë një fitues. Ja, kur, asnjëherë. Por derisa e bën këtë emision një shumë fitues edhe të falenderoj në emër të krejt kolegëve. Faleminderit. Ata që i thirrë, ata që vinë, ata që s'vinë se Faleminderit shumë. është përkrahje për ty personalisht njerë, Faleminderit shumë. po është edhe shumë bukur kur e shoh një koleg që është tu demonuti diçka. Faleminderit shumë. Kështu që të uroj veç suksese. Po qysh e ki zemrën Zotit apo tjetër. Shumë faleminderit edhe ty. Freestyle tallava, Fikret Dauti dhe Dajm Lala. Je gati? Dajm Lala dhe Fikret Dauti. Okej, të njëjtë, s'ka lidhje. Apo që është pak skleka edhe unë 2-3 ti bëj? Ja i kam bën mbram të tij. Okej, u kry. Kam Vazhdojmë ushtuar. pra me freestyle tallava.
Aman, 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 që shto të lava javash Kështu ja kem zanatën Kështu ja kem adetën Aman, aman, ovo Të lumë doja fikret Në sa mirë ke knue Qeli vesh fikret Ta lava që shduhet Në Kosov jem të knuhet Po kënu jova jova Ta lava rafsho hajde Po të kënu da im ljolla Se ku shkon në kosti var fikret o solte Të miro me kalzue O të lava fikret hajde Rapsho i kem knue E ma shvengull të lavat Hajde me Kosove Macedonia kena pru E qatje kena lone E qatje kena lone Shoko hajde Kosti vanalije Tash po këthena pak Për kërqovalite E për kërqovalite E kënojte tuven hajde Shkupin me vullnete Se harru ma struken Fikrat le këtë vele E frikën le këtë vele E më s'kitër të ima E u për kostimarem Se jam ardhë në këtë vend të im Me kru të lavajem E këno e pa Kosovën E hajde më s'kitër them Se me Macedoni da im Jena si bilbila E hajdo për me këcita lava Ja që si me timin Se po preke fikret O me kajt në truna Se për me këcilë në Kosovë djeve qika Vala jo nona E vala jo nona E më sështi dhe ima E u me gësimarem E u për ta lava në zitër Qish po luj Ty me ta lavajem E krejtoren me renem Nuk po du me i fikret O në kajt e trona Ose ku ka shqiptarë gjithmon vekret Kënu e ta lavaja E milu e ta lavaja
E ta lavaja për gnovet, e u tybe për shyretën. O jemi arda i si në Zvicër, e hajt me djegu në krejtën. Po në lullë Kosova, sonte me tetove, e hajde ku mahnove, në lullë të shkërqova. Sonte me Presheva, hajde, e tybe me Lugino, tybe me Lugino. Katër dali friket, ma harrove, hajde, me maknu Prishtine, me maknu Prishtine, Ferizojnë, pak po shkojnë Alpio, e qatjel Prizerene, e pakon e Qakove. Kno ma Shqiprin fikret, jo mos të harrojme, e jo mos të harrojme. E kur t'mani në Zvicër, hajde, e që ka talam, grejto me i patu i këty, ty be ka dal, ja kemi zdajimo, si ka gostivari, eu për ta lavajem njësho, gjithmona na e kalim. Rahat fikreto, mos të mshima fele, nuk po të ndaj Bilala, shumë me hi fele. Se këtë pun fikret, kur jetë koll një vogel, o kena knu me teve, e tash me qift e lije, për ta lava fikret. Nuk po thotë da i Bilala, që jena numër një. Nuk po thome fikreto, me knuja ma shjavashe. Tona hert Macedonia, se Kosova fikret, ja ka pas anote, e ja ka pas atete. E qoja një selam Shabanit, e ta i prej këti venit. O shumë katari ka t'lu të lavat, ja sigur fikreti, ja sigur fikretim. E qoja një selam, i krejto kongatarve, e haj kur t'vin me knu të lavat, da ishim për balem, i ka knu da i bi hajdem, bashko me fikretin, sote të Shabani hajt, ta kallim ta djegim. Të Shabani hajdem, në t'kese t'altia, kënë ke Kostivari hajde, e mirë Gjakovalia, e mirë Gjakovalia. Hajde jasha jasha, du dul fjaka, ol në podcast. Sonde ka kallu, hajde dajim la. O pasha zotel në fikret, me të veke koll. Janë si kur sa dajimon, kime majtu në men. Kime u majt me fikret, ove kime u trallu. Kush ka në Kostivar, drejt kime ka letzu. Ove, kush ka fitu. Ju kam thënë që t'jem, sa kam me shkuat e da i milionat. Vendin me uja djege,
lup goja fikret No sa mirë ke knue Shala gëzimit jalit O vunet ty me t'knue Njes na dolën pasha zotën. Të dhon maksimumin. Po, na e kemi bo punën tonë tash. Jo, na dha maksimumin cilë po këton ma mirë se le ti për punë tonë. Ja, Çfarë unë të unë mendova se ma keqa më kërkuj përmisu pa. Jo, mirë, mashallah mirë. Që ka të ditë ja kom nis besoj që edhe ja 2 muaj përfutson edhe Flumë më goja, shumë. flumë Nëse ke goja. nevojë për kongëtar për ndihmë anës sezon të thërëm, hiç nuk ka problem. Flumë goja. Faleminderit shumë. Raman ti. flumë shindurt. Fikret, faleminderit shumë që je pjesë e podcastit tim. Shumë falenderit, respekt, edhe për fund e kam lanë, si thunë, qërshia mbi torte. Shumë shpejt do ta shihni duetin. Mos e tregojmë se unë e di, le surprizë. Jo, veç do ta them me një këngëtar që e dojnë krejt shqiptaria. Kështu që masanej le ta E presim. kemi edhe me ti shumë shok të mirë. Që përshëndesim shumë. Shumë jarana dhe shumë shok edhe shumë këngëtar i mirë. Ju uroj suksese pafund, inshallah hiti falenderit. vitit bëhet. Shumë falenderit. Kaq ka për sonte, e bofshit natën mirë dhe faleminderit shumë për shikueshmërinë e lartë. Shihemi në episodin tjetër. Kalofshi sa më mirë.